sot në këtë ditë festive, në datën e 28 nëntorit, ditës së flamurit, kam kënaqësinë edhe nderin që të kem në këtë studio kryetaren e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Sanxhakut, zonjush Amina Nuraj. Përshëndetje, gëzuar 28 nëntorin edhe faleminderit që je sot me ne. Faleminderit shumë edhe juve për thirrje dhe gëzuar 28 nëntorit të gjithë shqiptarëve. Kur themi kryetare e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Sanxhakut, ndoshta për një pjesë të madhe të publikut, është diçka që e dëgjojnë për herë të parë, sepse ky këshill nuk ka shumë vite që është formuar, apo jo. Më trego pak për nismat, kur u themelua, me cilat sakrifica, edhe pse vendose të jesh, le të themi, ajo guximtarja edhe kryetarja e këshillit. Në Këshillin Kombëtar Shqiptar për rajonin e Sanxhakut në qytetit të Novi Pazarit e kena formu me 22 nëntor 2023 me kryetarin e kryesor që është në Bojanov, zotin Nevzat Lutfiu, kena ardhur që se s'kena pas qare pa e hap këtë zyren edhe këtë këshillin për shkak e shtetit ku jetojmë, që shqiptarët janë shumë në rrezikun e madh, edhe kjo zyrja e ka formu për shkak me ndihmu shqiptarëve të Sanxhakut. Amina, kur u vendos që në vitin 2023 të hapet kjo zyre, a mendove që a është e rrezikshme në thojza për ty të jesh kryetare kësaj zyre, apo e more le të themi me lehtësi këtë post? Une që kush hala nuk e dim për mune që gati 13 vjetë jam në këtë punë, si fëmi 15 vjeqare, jam në këtë punë për adheun, për kombin, edhe une nuk kam pasur kurfar probleme, s'kam pas frike nga ana e shtetit, në këtë punë kam hin me plot zamër, veç me a plotësu shqiptarëve të Sanxhakut me një vetën ma sigurt. Unë kam dëgjuar pak bisedat tua, intervistat tua, dhe çfarë më ka rënë, le të themi, më ka lënë më shumë bresa, është që Amina deri në një moshë, 11 vjeç, apo jo, nuk ka ditur gjuhën shqipe. Është vërtet? Po, është vërtet, si shumica e fëmijëve të Sanxhakut për fatin e keq, puna e asimilimit edhe slavinizimit na nuk e dim, s'kena ditë deri para 15 vite që jena shqiptarët. Une kur kam shku herën i pari, kam vizatu qytetin e Mitrovicës, e kam një që ata njerës janë njerës të mi, që e gjaku është gjaku jem. Edhe gjdo herë kur kam shku në Mitrovicë, une kam një vetën ma sigurt edhe ma dashurume me ata njerës, sepse gjaku nuk është uj, edhe gjaku kur nuk do bëhet uj, tash edhe rinia e Sanxhakut ka nisur me vedisu pak ma shumë, sepse na jena për 1945 në asimilimit dhe në slavinizimit e ish Jugoslavisë atëherë tash edhe të Serbisë, që shqiptar s'ka guxoft as me fol gjuhën tone, as kena guxoft me fol për traditat e tone. Unë mendoj që toka e shqiptarëve, cila është Sanxhaku, është toka ma e rrezikume. Edhe ka qenë ma e rrezikume, edhe hala është një tokë që është mushknit e Shqipnisë. Çfarë ju the familjes edhe prindërve kur ti e kuptove që gjaku yt shqiptar duhet që edhe të flitet gjuha shqipe? Si ja nise ta mësosh gjuhën shqipe? Si u the edhe familjarëve që unë dua nga tani të flas shqip sepse jam shqiptare? Ka qenë shumë problem, sepse që thash që çdo familje shqiptare që janë në Sanxhak janë të jetu me frikën e madhe. Unë kam pas problem mas pari me familjen tem. Po unë kam pas një njerin që më kam bështet shumë, është daja jem, Rahmetli shpirti pas, që ka qenë gjithë dora jem e djathë, që ka kuptu mas mirti. Familja e babës ka pas shumë probleme, sepse kur kam nisur në gjithë kjo punë, ka nisur në për fshatin me fol na lëqiken tonë, se vine na sulmojnë, na vinë na kallin me shtëpiat me krejt. Unë s'kam dasht me nalë, sepse gjyshi bobi bobit, kur ka qenë jetë, e ka la amanet babës tem edhe migjës tem
me qitë në varë kur vdek me plisin e bardhë. Edhe ta shone si mbese e ti nuk ka hije me që një kom besit tjetër kur e di që gjysh jem ka vdek me plisin e bardhë. Shumë emocionuse, e gjithë historia jote. Po, problemi ka qenë sepse babin punë, babën e kam prishtu pi pune për shkak meje. Tash edhe para 6 muajve edhe vllaun më kanë qitë pi pune për shkak e punës tam që bëj për komp. Shumë ka qenë vështirë mas pari për mu, sepse s'kam pas kush me më përkrah. Po e kam pas dojen edhe Zotin që kanë qenë gjithë me mu e më kanë mbrojtë, më kanë ndihmu me kuptu që unë e kam jetu një jetë që s'ka qenë jeta jem. Unë e pi 15 vjetë kam nisë me jetu një jetën e re, jetën si vajza shqiptare, që ka lyp me jetu edhe para 13 vite. A nuk të friksuan gjitha këto të qesin babajnë nga puna, pastaj vllajnë, ato kërcënimet edhe nga komshin, nga fëqinjë që dona djegën shtëpijet, a nuk të friksoj kjo për punën tënde, Amina? Po na që e vendosëm këtë rrugë, po thëmë na patriotat e vërtet kombit, neve nuk na intereson që ka flasin njerës. Na e kena një rrugë, është rruga e dheut. Edhe na e fshim krejt problemet që e kem mrena familjes, na e hjekum krejt friken që e kem mrena familjes. Na e kena një rrugë, për këtë rrugë jetojmë, është adheu, kombi edhe flemuri. Sa shqiptar të deklaruar kemi tani në Novi Pazar? Për fatin e keq që asimilimi edhe slavinizmi ka bo punën e vetë që pi 380.000 banor të Sanxhakut që janë, 380.000 shqiptarët, që janë me gjak shqiptarët, janë deklaru veç në Novi Pazar 400. Çka është trishtimi i madh i kombit shqiptar. Kur u deklaruan edhe këto 400, të cilat morën guximin për thënë që jemi shqiptar, a patën presion edhe ata që u deklaruan? Po normal, unë besoj që po, sepse çdo lëvizje që e bojmë na si zyre e Këshillit Kombëtar Shqiptar, policia e Serbisë bija në përcjellin. Edhe unë mendoj që kam pas edhe ata problem. Po tash, kur kam pas mundësi une si fëmijë, atëherë kam mundësi edhe tjertë. Po veç duhet me pas zemrën shqiptare edhe, si thash, një rrugë, është rruga e dheut. Je e shkolluar, edhe le të themi nga ana akademike je mirë e formuar. Na trego pak për publikun, çfarë je me profesion, përveç se punon për atë edhe për kombin. Çfarë je me profesion? Unë e kam përfundu 2 fakultetet Beogradit, një të shtetit edhe një privat, cilën janë fakulteti ekonomik edhe fakulteti teknik, jam inxhinierja rrugës edhe polici doganir. Edhe kur flasim për shkollimin, tani, shqiptarët e Sanxhakut, ka nga ata që to që janë deklaruar shqiptar, apo qoftë edhe ato të cilët nuk janë deklaruar, a ka të rinj që ndjekin studimin në gjuhën shqipe? Jo, qoftë në Kosovë apo edhe në Shqipëri? Per fatin e keq nuk ka. Per shkak se rinia e Sanxhakut hala nuk e din fjalë shqip. Nuk e din. A keni marrë iniciativa për të mësuar gjuhën shqipe të rinjve? Po që gati 2 vjet, jena të majtë kursin e gjuhën shqipe në mrena zyres tonë, ku i kena gati 50 nxënësa duke mësuar që janë edhe rinia edhe pleqt, duke mësuar gjuhën shqipe. Edhe çka është një suksesi më i madh i zyres tonë është kursi e gjuhën shqipe. Si e mësove ti? Nuk ishte kurse. Si e mësove gjuhën shqipe? Unë e kam mësuar pak, rrugëtimi jam ka qenë tepër e vështirë se sa rrugën e tash e rinive të Sanxhakut. Unë e kam mësu gjuhën e nënës përmes internetit. Pak e kam mësuar për 6 muajt. Për 6 muaj? Po. Të lumt. Faleminderit. Dua të ndalemi tek disa momente. Tani më trego pak përgjatë këtyre viteve, por sidomos që kur je në krye të zyrës. Cilat kanë qenë momentet më të vështira? Kalimet në pikat kufitare, apo presionet më të mëdha, cilat kanë qenë? Çfarë kujton? Po unë që gati 13 vjet jam e përcjellën në ganë e shtetit e Serbisë, ku nuk më përcjellin veç mu, për fatin e keq, po përcjellin krejt familjarët e mi, përcjellin nonën tem, përcjellin babën tem, që janë gati 70 vjet.
e nalin rrugë, e pyesin çka i keni Aminën, ata e din çka kanë, po veç kanë dëshirë sa ma shumë me friksu prindtemi. Vllaun për shembull kur e nali policia edhe mos me pasa i fojnë, ata e denojnë. Edhe për shkak tynva dhlimet familja jam. Sepse me qenë shqiptar në Malzi, me qenë shqiptar në Shqipni, ose në Kosovë, ose në Maqedoni është letë, po me qenë shqiptar në Serbi, një shtet që gjithë e ka vro shqiptarët, është shumë shtirë. është shtirë për burat, alemo për gratë. Je shumë e guximshme. Edhe më vjen mirë që je shembull i tillë për të rinjt në Serbi, sepse, siç e thua në librin tënd të parë, gjaku nuk është ujë. Gjaku nuk është ujë dhe gjaku kur s'bëhet ujë. Kur e shkruve këtë libër? Unë librin e parë kam shkruar në 2017, ku e kam publikuar në Prishtinë. Libri i dytë kam këtë librin e dytë kam përgatitur gati 13 vjet. Jo nuk është puna veç 4 muaj ose 5 muaj, ose një vit është 13 vit pune. Tani, të ndalemi pak tek gjaku nuk është ujë. Çfarë përmban ky libër në vete? Çfarë ke shkruar në këtë libër? Unë e kam shkruar historinë e dajës time. Familjes së nanës time që kanë qenë të burgosun në Gana e Serbisë. Sepse ata me plot fjalë me tha që gjaku e tyre nuk është ujë. Se unë e kam pas 7 dajallartë, edhe të shtatit kanë qenë kështu bashkë kalt për Shqipninë edhe për Flamurin, edhe në 1998, kur ka kris lufta në Kosovë, ata kanë dashur mu përgatitë dhe me shku në luftën me mbrojt gjakun tonë dhe kombin tonë. Për fatin e keq, gruaja e dajës tam të ndajnë, kanë shku në policia Kalemru. Nga frika ndoshta? Nga frika edhe sepse aja ka pas vllahun polic atëherë. Edhe e ka shku në policia Kalemru, në të 6 sabahit kanë ardhur e kanë rrethekuar shtëpiat e dajve, e kanë marrë dajtë dhe gjyshin atëherë ka pas 75 vjet, plak. Dajën më të vogël na kanë myt në burgun, që ka pas 17 vjet. Mirë, sa e përkrah Kosova edhe Shqipëria, si dy shtete am, sa ndjehen shqiptarët në Sanxhak përkrahur? Apo ndihet tani edhe me formimin e institucionit, me hapjen e zyrës? Sa janë kontaktet? Si keni kontaktet? Tash, në vitet e kalume, kena pas gati 15 veta që ka jep bursa Republika e Kosovës. Ka nisë edhe Kosova me në ndimu edhe Shqipnia, po hala nuk është në nivelin e duhur? Nuk është niveli i duhur. Sepse Sanxhaku është vendi shumë në rrezik të madhe. Edhe Shqipnia edhe Kosova duhet ma shumë me ndihmu neve, sepse na jena vetë. Është frikë të flasësh në rrugë ju me njëri tjetrin në gjuhën shqipe? Jo, tash nuk është. Sepse edhe me kursin e gjuhës shqipe kena ardhur deri në qatë nivel që edhe në rrugë ka nisur rinia me flasë gjuhën shqipe. Përgëzime. Faleminderit. Libri që është promovuar edhe në Ulqin fatmirësisht, edhe në kraj, Unë, bia e Adheut, për cilin the që ke punuar 13 vite. Çfarë përmban? A është ky një libër që vjen sepse ti e ndjen që duhet ta tregosh historinë tënde edhe të familjes edhe të gjithë shqiptarëve në Sanxhak si një shembull? Apo çfarë të shtyu ta shkruash përsëri pas gjaku nuk është ujë këtë libër? Unë, bia e Adheut. Po. Si që thash edhe ma heret, kjo libër kam përgatitur gati 13 vite. Kjo libër kam rëna historinë teme, historinë e dhimbshme çdo shqiptari që është në Sanxhak. Historia që nuk është veç historia e Mines Nuraj, po është historia e 380.000 shqiptarë të Sanxhakut që nuk guxojnë për shkak e shtetit të Serbisë me deklaru si shqiptarët. Libri është gati 200 faqe. Mrena librit është historia jam, edhe historia e përsëritur të dajve të mi, edhe historia e Sanxhakut.
fotografitë e vjetra të Sanxhakut ku janë krejt pleq me plisin e bardh, ku është edhe fotografia e gjyshit tem, bobit tem. Është edhe fotografitë që kena realizu projektet në zyrën e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Kjo libër është për gjithë ata që më thojnë mu çka ke boti për kombin shqiptar në Sanxhak. Ai libër është për çdo fëmijë të shqiptarëve, çdo fëmijë që e kanë mrena gjaku shqiptar. Është një mësimin tepër e veçantë, mos me harru kush jena. Si është pritur libri i parë edhe libri i dytë? Nga publiku. Libri i dytë është pak ma e veçantë, për shkak edhe që e kam kriju një emër pak më të madhe në këto vitet. Libri i parë ka qenë veç 90 copa, edhe nuk e kam publiku bash qysh lypet mu publiku, se atëherë 2017 kam qenë edhe në studime, edhe nuk kam pas kohë shumë me shku në për promovime, po libri i dytë është gati 2500 copa, që kam bo deri tash e kam shitur gati 600 copa, që është për një kohë një mujor, është të përveçantë. Si po përjeton për urimin në Maltëzi tek shqiptarët, në Ulqin edhe në kraj? Me cilat emocione? Me emocione të përveçantë, sepse është herë e parë që me ardhun e këtu, edhe krejt njerës që kanë qenë, kam përqafu, si me ko bjetinve, edhe për mu ka qenë një emocione të përveçanta, që kur kam ardhë në banes kam kajt për gëzimit, sepse nuk është letë, unë deri dje kam qenë veç vetë. Sot krejt e din kush jam une edhe çka bëj. Më thënë fillim të intervistës që t'jesh shqiptare në Maltëzi, në Shqipëri dhe në Kosovë, padyshim Maqedoni, është shumë e lehtë. Tani, kur flasim ne shqiptarët e Maltëzi, ne gjithmonë themi që është e vështirë të jesh deri dikos, fatmirësisht disa gjëra i kemi arritur, i kemi të drejtat, por përsëri themi edhe ne shqiptarët Maltëzi nuk e kemi shumë të lehtë. Por kur e krahasojmë Malin e Zi, pozitën e shqiptarëve në Maltëzi me Sanxhak, atëherë qëndron shumë kjo që thua, shumë e lehtë tek ne dhe shumë e vështirë në Sanxhak. Këto takimet që ke pasur gjatë këtyre ditëve, edhe me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve, por edhe me përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike në Maltëzi, të cilët u bashkuan edhe u bën shkak që t'je sot në Ulqin, a t'i japin shpresë që mund të ketë kontakte edhe më të mëdha në vazhdim, Amina? Po, normal që po, se na çdo thirrje e presu me shpirt hapun. Sepse të na është shumë nderi i madh kur na thrasin shqiptarët e tonë. Edhe unë shpresoj që kjo nuk ka me qenë e fundit, po ka me qenë edhe ma shumë autorët pi Sanxhakut që kanë dëshirë me publiku edhe me bo promovimin tokët tona si është Malezia. I kalon lehtë kufejt? Çfarë ndodh? Ndodhen që nalin ka 4-5 orë, që marrin pyetje, krejt makinën kur u thoj me merë njerës në zyres, krejt makinën na kontrollojnë, na dalum jashtë si me ko kriminalat më të ndaj. Po na jena veç shqiptarët edhe na lypum drejtat njerëzore që na takojnë. Po Serbia është qasi shteti që nuk respektojnë ai drejtat njerëzore, as drejtat e shqiptarëve. Na jena gjithë në, si thojnë fjallet e vjetra, në çizmën e tynve. Edhe kena shumë vështirë. Keni pasur iniciativa dhe dëshira për të organizuar, le të themi, një manifestim, diçka për të shënuar 28 nëntorin. Çfarë ndodhi? Kena pas me organizu koncertin në qendrën kulturore që është në Novi Pazar, edhe ata për shkak të pushtetit që është Rasim Ljajiçit atje, në kanë lypë 3500 euro për 2 orë me pagu. Edhe aja për fatin e keq nuk është e vetmja sen, për neve është probleme dhe rryma. Se për shembull në çdo lokale, si Këshilli Bosnjak, si tjerat, aty ne vinë pak çmimin ma të vogël për rryme. Neve na vinë ka 700 euro, ka 800 euro, ka 900 euro, bile kur është dimni edhe deri 1100 euro na shkon rryma. Sepse ata kanë dëshirë
vetë sa ma shumë me na shtrengu, me lëshu na, po, mos me funksion zyre më. Një zyre e njëjtë, le themi, e këshillave tjera, vjen çmime 10 fish më të larta. Keni reaguar për këtë? Keni kërkuar ndoshta edhe nga ana ligjore diçka? Na kena shku në kek të Novi Pazarit, unë edhe punëtorët e mi, kur s'kam qenë unë jam ko një herë në Kosovë, ata kanë qenë punëtorët e zyres, ata i kanë thonë, unë e zdi ju mirë paguni, se nuk e dini çka pritni ju për Serbi, kur jeni të punu kundër Serbisë. Si çka deklarohen shqiptarët e asimiluar të Sanxhakut më shumë? Ato që janë shqiptarë, por që nuk e thonë që janë shqiptarë, çfarë deklarohen që janë? Po ata për fatin e keq, kush është i punësum në punë të shtetit, kena pas një shqiptarën to që e dim që është 100% shqiptar i pjanës e babës dhe pjanës e nonës, aja veç me ja për shteti letrën për punësimin ju përhershme, po... Një kontratë. Një kontratë, po. Ajo do të me deklaru vetën si muslimane me kombensi serbe. Që nuk kanë mundësia së mu deklaru si boshnjakt, po tash ligji e Serbisë ka ndru që duhet me deklaru si serbe me fejnë muslimane. Cila është gjëja që ty të shqetëson më shumë kur takon një shqiptar që nuk deklarohet shqiptar? Më shqetëson që nuk kanë guxim. Edhe unë e kam familje, edhe unë e kam vllaun, kam non, kam babë, po unë e krejt anash e kam la, unë e kam nisë rrugën tam. Qysh kam pas mundësi, unë e kam mundësi edhe ata. Edhe qaj frika aty në më pengon, se njeri kur s'ka frikën pi Zotit, pi kujt ka me pas. Mu nuk mundet me më friksu një njeri, kur s'ka pas mundësi. Unë e friksohna pi Zotit, unë jam pështet të Zotit, e veç të Zotit kam që japë mu guximin me bë gjithë këtë punë. Aja është pjesa e guximit, edhe aja është diçka çka të merohet mu, që njerës kanë guximin. Përmendon sikur gjithë këto shqiptarë të bëhen bashkë, sa më të fuqishëm do të ishin. Normal që po. Normal që po, për fatin e keq. Le të shpresojmë. Disa hapa të marrë me guximin tënd dhe gjithë ekipit që po punoni së bashku, janë duke ndërmarrë. Ku i keni qëllimet në vazhdim? Çfarë keni dëshirë, le të themi, të bëni me hapa të vogël, por të sigurt, si këshill kombëtar? Na i kena qëllim sa ma shumë me punu për të mirat e njerëzve të Sanxhakut, që për shembull kur të shkojnë në komunë, me u deklaru si shqiptarët, nuk i vjen njësia speciale të Serbisë me maltretu. Edhe na i kena qëtë qëllimin që ligjin për njerëzt me qenë e njëjtë për shqiptarët, për sardë, për boshnjakt, mos me pas një farë dalimin. Edhe unë si kur e kam hapë edhe zyren, edhe kur kena nisë punën e kam folur që e vetëmi qëllim është këtu që shqiptarët e Sanxhakut kanë jetën më të lirë, që s'kan frike me folë gjuhën shqipe. Që kem një frimen pak ma letë. Si kur ju këtu, mu zemra malum bëhet kur hin naj fur ose naj kafeteri me pi kafe kur e një gjuhën shqipe të fol pa frikë. Na i kena nisë, ka dal, po kur e shoh njerëz që jetu fol gjuhën shqipe në gjysë sytë po këtë qyrin. Sepse ata edhe policia shkon ma shumë ti në civil, teshat civile, nuk vinë bashkë me uniformen, edhe veç kur dalun ose njerëz që punojnë me mu, ata e shkrujnë me kanë janë taku e kushuar, bile kur e kena lyp për zyren e Këshillit Kombëtar Shqiptar lokalin. Gati një muj ditë kam lyp une në lokalin, kërkush s'më ka dha. Si sot kam shku, e kam këqyr, më kam thënë s'ka problem ty po t'japim. Nesër në mëngjes, gjithë kohën e njëjtë kam pas, ka 10 ose ka 11 më kam thirr. Ju kërkoj fale, po s'kena mundësi me ju dha lokali. Pse? Sepse policia më ka ndjek mu, më ka përcjell, e kam pa ku jam hi,
e ku jam dal, edhe kanë shku të lokalet e njerëzve, e kanë kërcënuar, e kanë qitë frikën mos me jap mu zyren. Lokalin për zyre. Kur kam shku të kë njeri, bile kam pa në rrjetet sociale që e ka qitë reklamën që për jap lokalin me qirojen, unë isha e lodhur. Nuk mu isha mo se një mujt dit, lipe lokalin, ta man qelin shpresat që mundesh me hapë zyren e Këshillit Kombëtar Shqiptar, në jesrit tjetër sen, tjetër fjallit. Edhe e kam thirrur në atë njerin, ma bëj ke hajde nesër ka 12, e kam shku, ka qenë një kështu gati 65 vjeqare dhe me djalin e tij ka ardhur, edhe unë vetë kje bë për çka të vynë. E thash du me hapë zyrin e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Veç më ka këqur edhe ju ka përlotu syt. Bëj ke kuja një kod deri që tash. Pse kërkush su kujtu ma heret me qelë. E thash nuk kena pas mundësi. Bëj ke po une ju kisha jap mundësi veç me hapë. Bëj ke edhe unë nonën e kam në gana e peshteri që jena shqiptar 100%. Edhe tash ai njeri është një krahu jën. Krahu që nuk guxon as policia mo me ardhë të na, që shka ardhë ma heret kur kena hapë zyren, kanë ardhë 24 orë në kam përcjell. Kur janë deklaru, fundit kam pas, kur janë deklaru shqiptarë në komunë, kur ka ardhë policia të na, ato ai ka qenë në lokal të folë me neve, kur ka hejmë policia, pastaj ka tha edhe një herë ndodhet, me ardhë ju këtu, kam ju qitë në gjyq. Se ju nuk keni drejt, në prostorin tam, në vendin tam me ardhë e me marrë dikan me qënë stacion. Edhe e ka qenë të fundit që nashta ata vinë tesha civile, po nuk na bojnë mo presione që shna kam bo kur kena hapë zyrin e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Guxim. Duhet vetëm guxim. Po. Edhe të bashkohen së bashku. E përjetoj gjithë bisedën tënde, është shumë emocionuese, edhe e di që gjithë ato që janë duke në ndjekur, po kuptojnë më shumë se sa e vështirë është ndonjëherë të jesh ai që je. Ato çfarë thot Gjaku. Më trego pak kur ju mësoni gjuhën shqipe, një personi që është 50 vjeç tani, 60 vjeç. Si është kjo? Si shkojnë këto kurset? E kena gati 10 veta që janë në moshën 50 deri në 66. Është një njeri jonë Muniri, ai për gati 6 muaj det e ka mësu një vjersh. Edhe me shpirt e kënon qatë vjershen. Se e ka mësu. Pak është shtire edhe me ta me punu, për shkak e moshës edhe për shkak të kuptimin, po janë tepër të mirë. Unë jam bile në profesoresha është Shpresa i Bishi që jep mësimin gjuhë shqipe, kur shkoj ka i herë zemra malu mbohet. Se e sho vullnetin në ata njerës, e sho që kanë dëshirë edhe respektin për gjuhën shqipe, me mësu gjuhën e nanës që kanë folur gjyshtet tanë. Aja koha nuk është para 200 vite. Gjuhë shqipe unë ndaluar me 1945. Po. Nuk është një farë kohë, po ka kalu shumë. Si janë marrëdhëniet me shqiptarët në Serbi, në komunat e tjera? Keni kontakte? Po, kena kontakte me Preshevën, Bujanovcin dhe Medvegjen, edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar që është në Bujanovc na kanë hapë zyren, na kanë ndihmuar me hapë zyren, kena kontakte të mirat, si vllaznia. Si vllaznia. Është një pozitë disi më e mirë? Kanë arritur të kenë në ndoshta pozitë më të mirë se sa gjithë kjo sakrifica që po bëhet aktualisht në Me pas jetën të mirë në Serbi, duhet me qenë shpion jetinve. Duhet me qenë, çka thotë Serbia, na me tho amin. Na si jena qështu, na si Këshilli Kombëtar Shqiptar, që jena per Sanxhak, per Preshevë, Bujanovc, Medveq, na nuk jena qështu. Na jena ndryshe. Na ashtu vjen Serbia me do letra, na nuk i pranojmë. Sepse na dojmë
nesrit, jo veç na me pas jetën të mirë, po nesrit fëmijët tonë me pas jetën të mirë. Mas me pas nevojë një Amina tjetër me mësu gjuhën shqipe përmes internetit, po me pas vendin ku mësohet gjuhë shqipe. Amina, kur merresh me çështje kombëtare, të merr shumë energjinë, kohën edhe shumë sakrifica, nga ana tjetër është edhe pjesa e familjes. Të ke filluar veç të ndërtosh le të themi familjen tënde, të kesh bashkëshortin, edhe ta uroj shumë nesër edhe fëmijët të cilët do të flasin gjuhën tënde, gjuhën e nënës. Si ndan Amina në familje, Amina në kontributin kombëtar, si ndan këtë? A është vështirë? Unë e kam pas fatin tepër të veçantë që Zoti më ka dërgu njërin që më kupton shumë, si që keni para i në çdo sekundë është me mu, njëri që kupton, e din kanë e ka gru, edhe që nuk jam unë një gruaje e thjesht, unë jam një gruaje që ka vendos një rrugën tepër të vështirë, edhe kam qatë fatin e mirë që Zoti për çdo të mirë që kam bon jetë, Zoti më ka dërgu bashkëshortin tam. Amina është e njëjtë, si në familje, si në kontributin. Unë edhe në familjen shumë herë flasi shumë sanat për kombin. Ma shumë të kena lafet për kombin, se sa lafet normale familjare. Sepse mu 24 orë trunim punon për edhe unë. Ato shko ma mirë me vetë bashkëshortin tem, që janë familje, që janë në punë. Po une, për veti po thamë që jam njëjtë. Me cilat kujtime, mbresa, emocione po largohesh nga trojet shqiptare të Malit? Çfarë po merr me vete? Pe marr me veti një dashurinë të pastër, një respektin e veçantë, edhe duhet me thotë që një ëndra e jemja u bë realitet, që kam takuar këngëtarin tonë më të madh në trojet shqiptare, siç është Zotri Ilir Shaqiri. Unë me këngat e tij edhe me këngat e Ariana Gushit, si thojnë, kam mbrit veten. Ata janë këngëtar më të veçantë të kombit shqiptar. Edhe që ka qenë një sani më të veçantë këtu që më ka ndodhur në Ulqin. Përmes artit edhe fjalëve që thohen në këto këngë, ne kemi arritur le të themi që të ngrejmë më shumë edhe vetdijen për kombin. Amina, të falenderoj shumë që ndave këto minuta të vizitës tënde në Ulqin, në kraj, në troje shqiptare në Malzi, në studion e televizionit të UTA. Të përgëzoj për guximin, për forcën, uroj shumë që për një kohë të shkurtër ne të jemi përsëri në intervistë, por duke marrë më shumë lajme të mira edhe më shumë shqiptar guximtar në Sanxhak, të cilët deklarohen si tillë. Faleminderit edhe juve për interesimin edhe për thirrje, shpresoj edhe vetë që herën tjetër kena me pas ma shumë njerëz këtu në studion, edhe kena me bë një intervistën më të madhe dhe më të veçantë me njerëz të tonë të Sanxhakut. Faleminderit. Ishte kënaqësi, gëzuar 28 nëntorin edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Shikues të televizionit të UTA, ishim së bashku me Amina Nuraj, kryetare e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Sanxhakut. Besoj se gjithë ne e kuptojmë se sa e rëndësishme është të kontribosh për kombin tënd, edhe ti jesh i guximshëm të thuash që jam ai që jam shqiptare. Ku më mirë erdhi kjo intervistë sot se sa në këtë ditë feste, në ditën e 28 nëntorit, ditën e flamurit edhe 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që janë, e në veçanti sot gëzuar të gjithë shqiptarëve të Sanxhakut.